Policia e Fierit traumatizon 12 vjeçarin, i bëjnë kontroll fizik dhe i heqin çorapet. Një situatë pa precedent raportohet të ketë ndodhur në qytetin e Fierit, ku një djalë i mitur 12 vjeçar është traumatizuar nga policia. Sipas denoncimit të një qytetari, ngjarja ka ndodhur pak ditë më parë, kur djali i tij 12 vjeçar ju nënshtrua një kontrolli fizik nga punonjës të policisë së shtetit. Sipas denoncuesit, familja kishte ardhur në Shqipëri për pushime, ndërsa ngjarja ka lënë të traumatizuar të birin. Para pak ditësh, në mes të qytetit të Fierit, djali tim 12 vjeç ju bën një kontroll fizik i tmerrshëm pa praninë e prindërve. Djali është tromaksur nga kjo sjellje. Ne erdhëm për pushime në Shqipëri, por kjo që ndodhi na bën të mos duam të kthehemi më, shprehet qytetari. Ai pretendon se në momentin e ngjarjes djali ndodhej me kushëririn e tij 18 vjeçar, i cili po drejtonte automjetin. Sipas tij, ndalimi u krye pas një shpjegim dhe gjatë kontrollit efektivët u shtruan presion ndaj të miturit. Pas një arsye i bën kontroll fizik, e përplasën pas makinës dhe i hoqën edhe çorapet sikur të ishte një kriminal. Djali nuk ishte bërë asgjë të gabuar, pretendon ai. Denoncuesi ka kërkuar edhe një fotografi ku sipas tij shfaqen punojësit e policisë gjatë kontrollit. Ai thotë se fotografia është realizuar nga një kalimtar, të cilët janë habitur nga mënyra se si po trajtohej 12 vjeçari. Sipas tij, dëshmitar të ngjarjes kanë qenë edhe punonjës të bizneseve pranë vendit ku ndodhi kontrolli.